Antonella Berisha ka bërë një postim të gjatë në Instagramin e saj, duke u shprehur për një foto e cila ka qarkulluar në media ditët e fundit. Ajo u shprehur se po, unë kam bërë ndërhyrje plastike në fytyrën time dhe kishte bërë pikërisht otoplastik që ka të bëjë me korrigjimin e veshëve, rinoplastik e cila është një procedurë që ka të bëjë me korrigjimin e undës dhe është shprehur se ka bërë ndërhyrje jo invazive si fillera, të cilët i ka shkrirë më vonë. Po le të shohim se çfarë ka postuar Antonella. Ajo është shprehur se nuk kam menduar asnjëherë që jam e bukur sipas standardeve konvencionale të bukurisë dhe gjatë jetës time, si qindra e qindra vajza, kam patur vështirësi në pranimin e vetes dhe të pamjes time, në krijimin e vetbesimit dhe kurajës për të qenë ajo që unë jam. Bota e televizionit dhe bota shqiptare të përçmon sepse je e shëmtuar, ama të përçmon edhe pse je e bukur. Është për të numvizuar se si me ndërhyrje apo pa ndërhyrje, njerëzit gjithmonë kanë gjetur tek unë dhe pamja ime gjëra që nuk shkojnë, diçka që më ka lënduar për shumë kohë, derisa kam kuptuar që nuk duhet të shqetësohem më. Dhe në fakt, Antonella Berisha ka shumë të drejtë në këtë postim, sepse shpesh herë komentuesit vëjnë re defekte të cilat dhe personazhet në fakt nuk i kanë fare, duke të krijuar kështu pasiguri.